kapesh pramin duke shi qumësh, unë nuk e di. Po tani që miri stine, do jenë në trajno, morë vesh tani se. Odrino, ai po bëhet lider me pahir. Po ndërtohet gjithë pjesa e parë, ka 3 prime që ndërtohet me mirin. Kryefjala është miri. Duam apo s'duam ne, na pëlqen apo s'na pëlqen neve. Po mirë, kjo është e sigurt. Po puna është për çaje kryefjalë, pra, dakor. Po nuk ka, atë të diskutojmë pastaj për çaje kryefjalë. Por ai po bëhet, ndërkohë që stine që më thot Dasara ka si diçka ndryshe, unë nuk pash asnjë. Edhe gjatë ditëve. Mos thuaj tani se nuk është asnjë gjë ajo që bëri dhe prajmin e kaluar. Nuk është asnjë gjë që ta filloi lojtaris, aman mos e kemi pa, është një model që kemi pa para ca vitesh, që do fiki dritat, edhe vjen ky thot ditën e parë që ka hyrë brenda do fiki dritat. Ne po flasim për një njerëz që unë e du fort, e kupton, por tash në kuadër të lojës do themi atë që mendojmë se se mbrojmë dot me zore. Po jo më normal. Këtu jemi për të mendimin që kemi në gjithsesi dhe s'ka lidhje. Përveç asaj dinamikës së krevatit. Ore, unë jam në një fazë gjë. Që mua ke miri është që gjatë prajmeve nuk ka dinamik. I bën kështu, domethënë krevati, kjo ajo, po këtej shko andej. Unë po kam problem, shiko, unë po kam problem që të afilohem me një personazh. Nuk po gjej dot akoma një personazh që të them ky apo kjo më pëlqen. Dhe aty ka kaq shumë, dhe abitem si nuk e gjej, domethënë pse është kaq e vështirë që të gjej. Ja ku ke se po thot njoni. Po thot njoni, Xumi dhe Juldeta kur shartohen Delmiri thot. Nisha, unë mendoj këtë, domethënë që përveç kësaj që thot Drini, që ka shumë të drejtë, që nuk ka asnjë të spikator aty, është edhe fakti që këtë vit i shoh tmerrsisht të friksuar. Çfarë do mendoj publiku? Po ti ke hyrë brenda të tregosh vetëm pra, jo që mendon publiku pra, a kupton? Do të votoj publiku, patjetër, po publiku do të shojë ty për atë që je, dhe kur them Kristine, nuk ka ndryshuar lëkurën e vet. Aty brenda dhe është po ai, kjo gjë më pëlqen, më çfarë të them tash? Nuk e di, unë di që njëri nga këta do dalë sot. Po ta them edhe këtë, ju lutem. Stine, në ndryshim nga Miri, që kanë qenë 3 veta në grup, se kanë filluar bashkë, mos e harroni asnjëherë se çfarë është tensioni i skenës, konkurenca në skenë. Stine ka qenë vetëm. Nuk ka qenë bashkë me 2 të tjerë, të cilët kanë punuar për të arritur suksesin. Kështu që po që Stine mban më shumë presionin edhe. E di më mirë se Miri Stine se çfarë është gara, se çfarë është konkurenca. Edhe i ka djeg lëkura më shumë se Mirit për të treguar se çfarë është konkurenca. Ore, këta kujtojnë që janë 2 polet e shtëpisë dhe kujtojnë që po e kanë bllokuar shtëpinë, po ndërkohë asnjëri nga 2 akoma nuk ka vendosur. Po bëjnë asgjë për ta vendosur. Edhe prandaj më pëlqeu dhe Lorea një moment që tha që në fakt e tha shumë bukur që nuk po shoh që të kenë të jenë vendosur në pozicion të fortë, domethënë që të kenë një strategji apo diçka të sen atyre. Kështu që, po gjithsesi një do dalin nga këta sot. Nuk e di, keni në Tita Sara se pujta Meridian dhe Monikën. Po nuk e di, ajo Juela është përpjekur në çik, si e ka Juela e ka ajo. Juela ka. Po mirë e keni. Po fërkonte dorën Senës sot. Po tash një gjë do e bëj ajo që të rri brenda, e kupton? Po dhe Mali, ku qofse Mali çka ka po Mali? Që unë mendoj që nëse i bëjnë histori jeta asaj Joelës, si mos ta heqin pa atë historinë interesante. Po, ato historitë e jetës. Po, listonte, degme. Po, kam përshtypjen që Malit ju konsumoi historia e jetës. Domethënë ju mor vesh sa i cikli dhe kam përshtypjen që Mali duhet më shumë jashtë produksionit, i duhet jashtë sepse jashtë po bëhet gjithë kjo xhiro tani me teatrin edhe me familjen dhe ai Mali shet më shumë jashtë tani se sa brenda. Po iku po ushua ajo Drino tani. Ushulla ajo, diskutu, doli Eni Çobani, dhatët vetëm, diskutu në për emisione, kaq nuk ka qashet më dhe ajo. Mirë, po ide po japin të shtisë. Jo, po jo, nuk ka qashet më asmali aty brenda. Një mirë, Odrini, ky Meridiani po na bën shumë kështu. Pra, pse është bë kështu ky çaj, bë kështu. Po na Majer, edhe petlla me ujë, po unë nuk di sonte se thot se ky e di ka kush do hyj. Edhe se thot Maskaraj. Amo ti tani, mos më kesh. Amo vazhdo me këto iniciale ti. Arjan Çani! Arjan Curri unë sonte, really? Po e kam pa që secën edhe do fusin atë që është me ca drasa mangut se... Unë nuk e di. Arjan Curri që nga, u mor vesh kjo punë. Jo, është Arjan Çani me vërtet. Pa Arjan Çani do futet në bikë, Arjan Çani.
Se qa ka? Po ku di që në fakt mire ke se I ka rënë populariteti fare. Ai pa emision është tash. Ore, mund të jetë interesant, po më duket që do e bëj shumë. Ariani me Vernozin, dy opozitar mrena, ç'a do të them unë? Monika ke opinioni, u rëzu qeveria. Po. Që ta dini, fakti që Arë Bërzeka nuk është sonde në live, do të thotë shumë. Sonde as para ca vitesh. Po, po ta ftojmë. Futetar primore. Ja. Direkt nga live-et e Fitusi Meridian. Fitusi Big Brother 5-s. Dëgjoj, po Monika më, si duket? Ore po e rrotullon shumë Odrini. Do t'i flasim ne këtij apo jo tani? Se? Arian Çani, Arë Bërzeka apo Arian Thurri se na hange. Ai tjetri pyet për Monika Lubonjën, ti vazhdo me emra ti. Jo, më pyeta për Monika Kryemadhe, si po ngjit apo s'po ngjit, si po ecën. Dëgjoj, për atë çfarë ka shkuar ajo aty. Por ai ti shkruaj një mesazh Arian Çani, se ne kemi shok Arianin, ta pyesim, ta Po pra çoj aty një SMS. Ti shkruaj. Po se ktheu përgjigje, po ta lasin e vdekme, ka hymre. Ja ka marrë celulare. Jo, nuk ja kanë marrë, ja marrin në fund atit. O aty Aleksandr Gjokës ja marrin në fund. Ka thënë këta anë e madhe ky edhe. Sa se s'është me Meridian çfarë do të bëj. Arian Çani do ishte interesant aty brenda, me thënë drejtën. Pavarësisht se Arian Çani aty brenda do ishte interesant. Se jashtë është bërë bajat, aty brenda do ishte interesant. Ose do na bajatoset dhe më keq. Më interesant do ishte po ta kishte Adrin, Zeqo. Ore, unë do futem, do mendoj edhe herë. Ani nga marsi do rinja 2 javë, se kështu e kam, në 1 javë o 2 javë. Drin e ka fiksi leja zakonshme 2 javë, boca aqim ka në net. Do rria atje 3 muaj, 4 muaj. Dëgjon. Dasara shive se do ketë sa gjëra të bukura prapë tani pikante. Se do diskutohet, mendoj që do diskutohet edhe ajo që ka thënë Elton Tozaj për Mirin dhe për Loren, që kanë qenë one night stand. Ashtu ë? Thua? Besoj se do diskutohet ajo. Lorna, po. Po se që tha ajo Lorna sot, filloi ta krunte, me demek mos e kryq shumë e mosa ky ngacmonte biu, bara biu, duke sikur kishte pas diçka. Opa, ja. Megjithatë, di për çfarë vjen keq, po mi më tash ajo gruaja Mirit ke shtëpia. Nuk është gjuna ajo që merr. Te Tiranë ka që është tani. Ë? Tanë Tirana ka që është edhe këtu vetë duhet, po mirë, më edhe sigurt kanë pas, çfarë problemi? Po pra, po dhe sigurt tani, për të mirë ishte ajo, se pastaj mërzitet ai ton tozë pse Adru. Po tash drejt e mori. Monika, prit na erdhi Monika apo jo, s'na erdhi na bëri uë. Filloi bigu Drini. Filloi. Monika ti do të bëj tjetër. Hyrja e re madhështore. E zvuloj. Hajde, ciao. Videmi pastaj. Ciao. Shi hyrja jo. Ja, moj. Po ik se filloi. Hajde, lidhemi pastaj. Lidhemi pastaj. Ciao.